Shkëndia nesër me fillim në ora 19 në terenin e kampit stërvitor të FFM-s, në kuadër të javës së tretë të kampionatit të ri në ligën e parë, është Nikoqire e Bregalnicës së Shtipit. Shkëndia edhe në këtë ndeshje do të luajë pa portierin Babukar Gaje, por dhe pa Enes Meliqin, i cili është i pezulluar me 3 ndeshje pas ndodhive në ndeshjen kundër Vardarit javën e kaluar. Ndeshja me ekipin nga Shtipi vin pasi që kuqezinjët u eliminuan nga garat e UEFA Conference Liga nga skuadra escocese Hibernian. Com certeza nós estamos desapontados, tristes por não termos conseguido. Me siguri jemi të dëshpruar, të trishtuar që nuk arritëm të kalojmë në fazën tjetër. Mendoj se e merituam. Ne ishim më të mirë në të dyja ndeshjet, si duke luajtur në Skoci, ashtu edhe në shtëpi. Por futbolli ka këto, jo gjithmonë skuadra që luan më mirë arrin të pitoj ose arrin të kaloj të qe. Por siç theti, nesër ne kemi tashmë një ndeshje tjetër të rëndësishme tani për kampionatin dhe ne duhet që sa më shpejt të jetë mundur të ndryshojmë marshin sepse do të jetë rëndësishme gjithashtu. Të gjitha ndeshjet janë të në kërkim të asaj që është objektivi ynë për të qenë kampion. Derbi javës së tretë në ligën e parë do të zhvillohet në Struk mes ekipit vendas Struga Trimlum dhe kampionit në fuqi Vardari. Në 2 xhirot e para, Struga Trimlum ka 1 fitore dhe 1 barazim, ndërsa Vardari në fitore dhe 1 humbje në të dyja ndeshjet është Nikoqire. Struganët shprehen të bindur se kësaj radhe pikat do të mbeten në Struk. Ndeshja Struga Trimlum Vardari luhet nesër me fillim në ora 17, ndërsa Shkëndia Bregalnica fillon në ora 19.